Ndërmarrja e shërbimeve publike pranë Bashkisë së Korçës ka nisur punën për rihabilitimin e një sipërfaqeje me qëllim zhdërimin e saj në hapësirë publike në lagjen 15 pranë unazës së qytetit. Kjo zonë, e cila deri tani ka shërbyer si vend depozitimi mbetjesh, shumë shpejt do të jetë një mjedis çlodhës për banorët e kësaj zone. Kjo zonë, e cila deri tani ka shërbyer si vend depozitimi mbetjesh, shumë shpejt do të jetë një mjedis çlodhës. Drejtori i ndërmarrjes së shërbimeve publike pranë Bashkisë Tanas Tona ka bërë të ditura edhe punët që po bëhen paralelisht edhe në fshatrat e Bashkisë së Madhe të Korçës. Aktualisht sot kur po japim ku bëjmë këtë komunikim me ju, ne punojmë në Drenov, jemi në përfundim të hapjes së dy kanaleve kryesore, rreth 1000 metro kanal në fushën e sportit dhe në pjesën tjetër që kullojnë ujërat. Ka një javë që punon një fadrom aty. Njëkohësisht sot punojmë rrugën e Rehovës. Kemi një kamion dhe një fadrom atje për nivelimin dhe sistemimin e asaj rruge. Punojmë me eskavator pothuajse në të gjithë territorin e fushës, duke filluar qysh nga Mollaj dhe deri në Lumalas. Janë 3 eskavator që punojnë në tërë territorin dhe pastrojnë në kanalet. Kthimi i kësaj sipërfaqe në një vend të lullëzuar, në një vend me mundësi rekreacioni, pushimi, do të bëjë të mundur të rritë standardin e nivelit të shërbimeve që bashkia bën ndaj qytetarëve. Pra, ne s'është se mbaruam këtu, rreth 600 metra katrore është kjo lulishe që do sistemohet këto 2-3 ditë, por jemi në vazhdimsi në çdo cep të qytetit, sepse Korça tani më është kthyer në një atraksion turistik. Gjithashtu do të prishet një kabinë elektrike jo funksionale, e cila deri tani vështirësonte ndërhyrjen në këtë hapësirë. Për këtë qëllim është kërkuar edhe ndihma e OSHE-s për të bërë të mundur prishjen e saj me qëllim rritjen e sipërfaqes ku do të ndërhyet.